E qesën e në kandidatin për kredale, dale, kura ja kemi dorëzu proces verbal. Edhe materialet i kalet i dërgojnë. E në kandidat për kredale. Jo bera. Prape do. Se që jam edhe gjithë mediume këtu prezent, thonë kishën pa tjetër që të dalë fëltore, që kemë petkun e këshiltarit, kemë pozicionin e kretarit këshilit, po me gjithatë, kjo mendësi politike të regon edhe njëherë mendësin e tire për uzurpimin e institucioneve, arsia, qëllimi i tire, ju ndëgjova kur ishi ju në fëltore, ju ndëgjova në gjithë, tash jo mu këtu në fëltore, edhe ashtu si ju kemi respektu, keni durim pak, respekteni, mësoni të respekteni. Qëllimi i kësaj proteste, dihet ku është blokimi i seancës, që çështja e emrimit të rrugëve mos ketë zgjidhje. Kjo është një politik ditore, edhe në bazë kërkesës tire për të shtu si pikë rendit ditës çështja e emrimit të rrugëve, në propozim vendimin e tire, cilin e kanë dorëzu, do me thonë ati, edhe unë uroj që këshilltarët në fjallë të publikojnë vetë atë propozim vendim, ati shkruan ku në bazë të njenit 18 paragrafi D, pika D të statutit të komunës së Tetovës, grupi këshilltarëve të Bashkimit Demokratik për Integrim paraqet këtë propozim vendim. Thëmë kjo është absurde, vetë kjo fjalë, kjo tekst të tregon mendësinë e uzurpimit të institucionit, përndryshe sa për informacion, Këshilli i komunës së Tetovës sjell vendime, jo grupi i këshilltarëve të BDI-s, nëse doni sjellni vendime si këshilltar të BDI-s me këtë propozim vendim, mund shkonin selik tuaja dhe turni dhe sjellni tu. Në seancë sjell vendime Këshilli komunal. Na tangon të gjithëve, jo